Fatkeqësisht, kuvendi është marrë peng prej një partije politike e cila provon që përmes diktatit të nënshtrojë edhe administratën e kuvendit. Pra komunikata në fjalë thot, po e citoj, në ditën e tretë vizita e sallës plenare është ndërprerë për disa minuta, pasi deputet të PDK-s dhe të AK-s kishin zënë sallën plenare një kohë kur nuk ishte thirrur asnjë seancë. Dua të ndaj me ju këtë shqetësim sepse ky vend, kuvendi i Republikës, nuk është i një partije politike. Kuvendi i Republikës i takon të gjithë deputetëve të zgjedhur të parlamentit, të cilët janë betuar në këtë parlament. Dhe nuk mundet që një parti politike ta shantazhojë administratën e kuvendit. Prandaj, për këtë do të takohemi me sekretarin bashkë me 2 kolegët e mi, sepse nuk guxon që ky institucion kaq i rëndësishëm të merret peng nga vullneti dhe nënshtrimi që provon ta bëjë një parti politike. Pra, shqetësimi jonë është i thellë dhe ka bazë, sepse tashmë ky pushtet ka arrit që ta okupoj jo vetëm zyrat politike, po fatkeqësisht edhe ato zyra që për detyrë dhe për shkrim pune kanë me qenë neutrale. Nuk ka këto deputet të kategorisë së parë dhe deputet të kategorisë së dytë. Të gjithë jemi deputet, të gjithë jemi të barabartë dhe para zyrës së medjave, çdo grup parlamentar është i njëjtë. Nuk ndalet. Çfarë ka bë zonja Albulena Agjiu, e cila po ashtu ka uzurpu këtë zyrën prapa nesh, e ka marrë një zyrtar nga Ministria e Drejtësisë dhe e ka futur në kuvendin e Kosovës në zyrën për media. Dhe ajo tashmë funksionon me skript të lëvizjes vetëvendosje dhe të Dejona Mihajlit dhe nuk funksionon as me rregullore të kuvendit, as me ligje e as me kushtetutë. Dhe çfarë po ndodh këto mikro si ngjarje, Albin Kurti po mundohet që ta bëj edhe makro, edhe nivelin nacional, ku ta suspendoj kushtetutën dhe ta vendos skriptën e lëvizjes vetëvendosje që është jo një republikë çfarë ne e kemi ndërtu me shumë mend, me shumë sakrificë, me shumë gjak. Kështu që ne po presim, bashkë me Blertën edhe Altinin, do të shkojmë te sekretarja, do të bëjmë ankesë edhe gojarisht, po do të bëjmë ankesë edhe me shkrim dhe nuk do të lejojmë që kuvendi i Republikës së Kosovës të kapet nga kjo parti që tashmë ka uzurpu shumicën e institucioneve.